Unë jam banor i fshatit Mesmal. Kam një fermë lopësh rreth 50 krerë lopë në pavajtur në fshatin Mesmal. Rruga e shprishur për arsye të hidrocentraleve. Hidrocentraleve ka rreth 3 ditë që është shkëputur kanali, nuk e di nga fatkeqësia natyrore, nuk e di, po këta nuk e kanë mbyllur rreth 500 metra rrugë, aty është nuk kalon dot as edhe me këmbë. As edhe me këmbë nuk kalon. Po sot kam paguar kam paguar një taksi 40.000 lekë, që kam erdhur këtuja që të më dëgjojnë në këshill. Edhe asnjëri siç e pat, asnjëri nuk më dha një përgjigje për këtë problem. Ka rreth 3 ditë që është bllokuar edhe nuk do t'ja di as edhe njëri. Nuk do t'ja di as edhe njëri fare për atë. Unë nuk kam me çfarë tash bie tash i bazën ushqimore, që tani shpije në terren. Si ka mundësi që nuk ka një specialist? Nuk ka ose s'mbajnë përgjegjësi këta të digave, nuk mbajnë përgjegjësi. Aty janë rreth 3-4 hidrocentrale që kur kanë fituar 2010-ën aty janë shkatruar rrugët. Kur kanë vendor hidrocentrale janë shkatruar rrugët të gjitha. Ju personalisht çfarë rreziku ju shkakton? Rrezikun që unë nuk kaloj dot. Domethënë të rrugës. Unë kam të rrugës. Plus që kemi edhe pronat që na i ka, domethënë na kanë zënë edhe pronat, po për këtë çështje për shembull jemi në rrezikohen baza ushqimore gjithashtu edhe për baza ushqimore nuk rrezikohet, po unë dua të shpije bazën ushqimore. Edhe është bllokuar rruga. Sa familje preken nga? Po nga rruga preken rreth 400-500 familje në atë zonë. Edhe asnjë nuk ngrihet asnjë për arsye kryepleqtë nuk vinë se i kanë vënë partitë. Unë jam 24 karat, po që nga ajo jam i Partisë Socialiste. Edhe tash unë kërkoj të drejtën time, nuk kërkoj që tiki kryetari nga apo këshilltari tiki nga puna, kërkoj të drejtën time rrugën ta. Ta nuk kanë një përgjegjës, një specialist aty ka 3 ditë. Ka 3 ditë. Edhe videot i kam në telefon, në celular, ka 3 ditë. Domethënë vazhdon akoma kanali, vazhdon akoma shem malli. Edhe nuk ka, si ka mundësi. Për 3 ditësh ju nuk e keni ushqyer? Për 3 ditësh. Po s'ka bazë materiale ku do ta gjesh? Ku do t'i shpjesh? Do t'i lëshosh në të borët në terren. Sa e vështirë është e gjithë kjo situatë për ju? Po është jashtëzakonisht. Nëse ka një të smur, nuk ke ku do ta kalosh sot. Po imagjinon 500 metra rrugë që që nuk kalon, do t'ja u dërgoj edhe video, t'i keni edhe video, edhe do t'i shikoni edhe videot edhe pasaj do ta Po ju si keni kaluar sot? Po kam kaluar me të keq kam kaluar. Kishit rrezik për jetën? Po si s'ka rrezik, do t'i shikoni videot. Do t'i keni edhe videot edhe do bëni analizën tuaj. Rrezik, si s'ka, rreziku në maksimum. Deri në sa distancë keni shkuar më kam për të arritur në taksinë? Po rreth 1 orë. Rreth 1 orë? Po, rreth 1 orë. Rreth 1 orë në këmbë që kam arritur edhe kam paguar një taksi, 40.000 lekë të paguaj, 40.000 lekë për ande 80.000 lekë, edhe prap unë nuk kam bërë asgjë. Prap nuk më dëgjoj, siç e pat, nuk e di ai ishit brenda aty, se pa nuk të dha njëri një përgjigje. Sipas jush është i bllokuar totalisht fshati? Po. Vetëm helikopter. Edhe çfarë do bëhet akoma, se s'ka marrë masa njëri, nuk ka ardhur as edhe njëri, as hidrocentraleve. Nuk ka. Vetëm thjesht ishin 2 punëtor, çfarë do t'i bënin? Nga pamundësia e banorëve të tjerë ju keni ardhur si përfaqësues këtu për të përfaqësuar dhe banorët e tjerë për shkak të detyrimisht, se s'ka kush do vi. Sot që është rruga e bllokuar ose një smur edhe